përshëm unitetin dhe stabilitetin e të gjithë rajonit, ku fatmirësisht të gjitha vendet kanë synim të shpallur strategjik antarësimin në Bashkimin Evropian dhe ku ky destinacion është një pikë referimi jashtëzakonisht e dobishme dhe ndihmuese për të kuptuar edhe politikën e ditës dhe hapat që të gjithë bashku duhet të hedhim në të përditshmen tonë, në mënyrë që jo thjesht se cili prej nesh të antarësohet Bashkimin Evropian, po i gjithë ky rajon të bëhet pjesë organike e familjes bashkuar evropiane. Dhe thënë të gjitha këto, kemi prekur me zotës presidenten dhe çështjen e bashkëpunimit strategjik në fushën e sigurisë. Siguria është një temë gjithmonë më qendrore në jetën e përditshme dhe në politikën e Bashkimit Evropian. Dhe si kundër e kam ndarë edhe pak kohë më parë me publikun, duhet ta përsëris që në një anketë të fundit të bërë në vendet e Bashkimit Evropian për popularitetin e Bashkimit Evropian, një anketë që kryhet qysh për vitin 1983, rezulton se pikërisht që nga viti 1983, mbështetja e Bashkimit Evropian nga popujt që e përbëjnë është më e larta ndonjëherë. Gjë që nuk ndodhte deri pak kohë më parë, sepse popujt e Europës sot më shumë se asnjëherë më parë e ndjejnë që lufta nuk është një film bardhëzi i të shkuarës dhe as një ngjarje spontane që ndodh në kufit e Europës, por është një kërcënim real, ndaj të cilit Europa duhet të shtrëngojë radhët dhe duhet të forcohet. Dhe pa diskutim që në këtë pjesë e këtij angazhimi është edhe Shqipëria në përmasën e vet. Gjithashtu dua të theksoj që partneriteti për siguri dhe mbrojtje, që e kemi nënshkruar së bashku me Kajën dhjetorin e kaluar, është një hap që pasohet nga të tjerë hapa dhe praktikisht dialogu për këtë partneritet do të jetë një konstante e vazhdueshme e marrëdhënies sonë me Bashkimin Evropian përpara antarësimit, por patjetër pjesë e këtij partneriteti Shqipëria do të jetë edhe si antare e Bashkimit Evropian. Nuk dua të zgjatem më shumë, sepse vetëm do përsëris gjëra që faktikisht po i them gjithmonë më shpesh, thuajse për ditë, lidhur me domosdoshmërinë e suksesit tonë në këtë përpjekje për të mbyllur negociatat brenda vitit 2027.